Profesor Dr. Lush Susaj e titullon librin e tij Pasoja të pordhunimit komunist në Shqipëri, i cili përmban 40 analizat viteve 2024-2025 mbi ngjarjet dhe problemet tona të përditshme, të cilat ndikojnë në jetën tonë dhe punën e gjithë secilit prej nesh. Ky është libri im i 40, thot profesor Susaj, të cilin po e publikoj në vitin tim të 40 të punës. Kujdes, si profesionist i teknologjive bujësore në terren, si publicist në gazetat e përditshme, si dhe mësimdhënës, ku ne e njohim më së shumti pra në Universitetin Bujësor të Tiranës. Titullin e këtij libri e mora nga historia e trisht e 10 mijëra grave, vajzave, djemve dhe burrave të Shqipërisë, të cilët janë dhunuar, burgosur, internuar, masakruar e vrarë nga politika dhe strukturat administrative të shtetit komunist. Dhunimet, përdhunimet dhe vrasjet e para viteve 1990 e më pas janë realizuar duke përdorur shqiptarët me intelektin, moralin dhe sjelljen më të ulët për këtë kategori të ulët, dhunuesish e përdhunuesish. Kujdes, Adzef Plumi ka shkruar: mira i popull që nuk arrin për me bazë zap pjellën e vet të keqe të rrugaçit. Kjo kategori e shoqërisë tonë duket që kur nuk është ndëshkuar dhe as nuk është bërë zap në mënyrën ligjore demokratike. Kjo është ajo fatkeqësia që na ka ndjekur e po na ndjek prej më shumë se 100 vitesh. Dihet se kjo kategori dhunuesish dhe përbindshësh akoma nuk është gjykuar dhe nuk është dënuar për dëmet ekonomike, as për vetjetët e marra, e as për dhunën e përdhunimet e kryera ndër vite. Këta dhunues dhe përdhunues, irritues dhe ndotës pa kufi ishin dhe janë shembulli më i keq shoqëror dhe politik. Kjo për shkak se çdo ditë të punës së tyre në administratën shtetërore politike të Shqipërisë, vetëm sa e demonstrojnë dhe më shumë ligësi në ato mënyrën se si me anë të postit shtetëror e politik mund të vrasësh, mund vjedhësh, mund dhunësh, mund përdhunosh e mund të mos japësh llogari kur dhe për asgjë. Ky shembull shkatrimtar për shoqërinë, shtetin, politikën shqiptare duket që është transmetuar dhe po transmetohet në mënyrën më të shëmtuar nga brezi në brez. Akoma më keq duket se po kalon nga baballarët tek fëmijët, të cilët janë bërë edhe më të egër, edhe më të paturshëm, edhe më dëmbërë se sa etrit e tyre komunist. Si autori 40 librave, po e shijoj kënaqësinë e lexuesve të mi, të cilët po shtohen edhe më shumë për faktin se disa nga librat e mi tashmë janë përkthyer, kujdes, edhe në 7 gjuhë të botës, thot Susaj, pra gjuhët më dha të Europës, si në anglisht, italisht, portugalisht, frëngjisht, spanjisht, gjermanisht dhe rusisht. Ky libër le të shërbejë për të kuptuar më mirë shkakun real të prapambetjes dhe të ringjalljes së sistemit monist, të frikës, përçarjes, konfliktualitetit, varfërisë dhe sjelljeve të tjera regresive, dehumanizuese, tipike për diktaturat e propagandës dhe dhunës së institucionalizuar. E mbyll hyrjen e tij të librit Pasoja të përdhunimit komunist të Shqipërisë profesor Dr. Lush Susaj.